Për aq sa është e mundur të dëshifrohen dinamikat, aleancat, armiqësitë dhe planet e ndërsjella për të organizuar kundër njëri tjetrit, tabloja më e plot vjen nga dosjet voluminoze të Spakut. Pikërisht aty, në materialet e mbledhura dhe të përpunuara nga hetimet, zbardhen bisedat e kryera në platformën e koduar Sky-ICC, mes drejtuesve dhe antarëve të grupeve kriminale, disa prej tyre rival të përbetuar, e të tjerë të lidhur rishtazi nga interesa, misi apo marrëveshje të brishta. Komunikimet në Sky-ICC datojnë nga vitet 2020-2021, periudhë në të cilën hartoheshin plane, kërcënime, bashkëpunimet përkohshme, urdhra eliminimesh, pazare pasurie dhe negociata influence. Por që prej asaj kohe, realiteti i personazheve ka ndryshuar sërish. Disa kanë humbur jetën në rrethana të dhunshme, të tjerë janë zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Disa ndodhen në arrati duke jetuar mes frikës dhe shpresës, ndërsa ata që llogariten më të zgjuarit sot shijojnë privilegjet e strategjive kriminale o politike që u kanë hapur rrugën për të ndërtuar perandori financiare, territore influence dhe sisteme të sofistikuara mbrojtje. Në këtë labirint ku pushteti kriminal ndërthuret me atë politik, aleancat rrallë janë të përjetshme, ndërsa armiqësitë lindin dhe ringjallen sa herë që interesat lëvizin, parat zhvendosen ose balancat e forcës sfidohen. Dhe pikërisht aty qëndron dhe thelbi i kësaj historie, një realitet ku loja e errët nuk përfundon kurrë, ajo vetëm ndryshon lojtarët.